edhe diçka të fundit për ta mbyllur me atë që e mbyllim vitin e kaluar në top, me parashivisi Magun që presim që të rikthehet për koncert në Tiranë. Por ajo që ka ndodhur edhe me këngën e re, me reagimet, me gjithçka tjetër, domethënë ju si e keni parë gjithë këtë? Për djalin s'po dëgohet më që të flasim. Okej, unë pata një lloj kontakti me Eltonin, të cilin e përshëndes publikisht, dhe me zonjën Parashivi. Parashivia shumë e lumtur. Me Parashivin. Me Eltonin konkretisht domethënë, ndërsa zonja Parashivi nëpërmjet Eltonit pati një komunikim falënderimi. Zonja Parashivi është shumë e lumtur në rikthimin e saj. Pas 20 vitesh unë gjit për herë të parë në skenë në ditëlindjen e të madhit Fadil Berishës, ku zonja Parashivi performoi këngën e bukur shqipe ashtu siç ka performuar dikur. Nuk ishte një ngjitje artistike konkurrente siç u mor, sepse I pash edhe ato analistët e muzikës që mundoheshin të njollosin zërin e zonjës Parashivi, që nuk ishte ai zë etj, po nuk mund të jetë e njëjta Parashivi se ka jetuar gjithatë jetë ka vuajtur dhe pas 20 vitesh të ngjitesh ne duhet ta duartrokasim për guximin që ka dhe jo ta gjykojmë. Zonja Parashivi do të ketë një koncert në Shqipëri, do të ketë një rikthim të bukur, kjo është më se e vërtet që domethënë do të vi, është duke përgatitur edhe videoklipe të tjera të cilat do t'i lançon në faqen e saj. Videoklipi dhe kënga e parë që doli ishte një këngë e ripërpunuar, domethënë një këngë e kënduar dikur nga zonja Parashivi, dhe po ta shohim të klip me detaj, është një videoklip I punuar shumë thjesht, nga fakti që zonja Parashivi kishte dashur ta tregon në këtë klip të kaluarën e saj, jetën e saj, vuajtjet e saj dhe fiksa të gurin ku ajo kishte qëndruar. Po të hedhësh një shikim në fillim të klipit është guri ku Parashivia ka vizituar vendin ku ka qëndruar në New York në rrugë për gjatë një viti. Dhe mendoj që me këtë klip Parashivia kishte treguar dashurinë e saj, kishte treguar mirënjohjen e saj dhe kishte treguar atë ndjesinë e saj nëpërmjet këngës kundërdrejt të gjithë atyre që e rikthyen, e duartrokitën dhe e mbështetën. Dhe mendoj që ky klip ishte një fillim I bukur e gjithçkaje të rënd që kishte kaluar. Sa po I përket djalit, Eltoni e tregoi që djali Parashivis nuk dëshiron të jetë publik, por nëse do të hedhësh një sy në shkrimin apo në description, siç e njohim ne të YouTube-it, aty rezulton që Parashivia këtë këngën e ka punuar në studion e bashkëshortit të saj. Nuk e di a e ke parë këtë detaj në studion e Robert Nolf. Këtë këngë ka ripunuar Parashivia në studion e Robert Nolf dhe këtu domethënë del vërtetësia e fjalës që Eltoni Liriani e pati thënë te Grida Duma që djali do të jetë ndihmësi në suksesin e nënës së tij dhe automatikisht e kuptuam që djali e ka çuar nënën në studion e Tiatit për të regjistruar vokalin dhe për të bërë këtë këngën. I bie që të gjithë së bashku po ndihmojnë Parashivin për ta rikthyer fuqishëm në skenë dhe për t'i dhënë edhe një herë atë dritën që Parashivia kërkonte gjatë gjithë jetës. Fundi I lumtur. Me patjetër që po. Tiron të falenderoj shumë për gjithë bisedën. Ishte kënaqësi Dylber, faleminderit shumë edhe prej teje.